Përshëndetje për të gjithë. Sot do të përgatisim gullash me mish viçit në tenxherën multi-cooker. Së pari e bluajmë qepën në pjesë të imta dhe më pas e vendosim në tenxhere në programin numër 5 i cili funksionon për skuqje pa ja vendosur kapakun. E vendosim qepën në tenxhere, më pas i vendosim edhe vaj dhe i skuqim për disa minuta. Pastaj e vendosim edhe mishin dhe vazhdojmë t'i përzijem edhe për 10 minuta derisa mishi të fillojë të skuqet mirë. Pastaj i vendosim edhe melmesat, unë kam përdorur biber të kuq, veget dhe krip dhe i përzijem edhe pak vazhdimisht derisa mishi të fillojë të zihej. Pastaj shtojmë 2 deri në 3 gota ujë, në varet nga sasia e mishit të cilën ju e keni përdorur. Që gullashi të ketë një shije më të mirë dhe të mos mbetet shumë i hollë, unë e përdori këtë produkt, të cilin e përzijej me ujë dhe ja vendos si gullashit. Tenxherën e mbyllim me kapak, sigurohemi që e kemi mbyllur mirë dhe e lëshojmë në programin numër 1 i cili është përzierjen e mishit. Në ndërkohë, derisa gullashi po zihet, unë e kam përgatitur edhe një pire sipas udhëzimeve të paketimit. Pasi që gullashi të përfundojë, mund ta hapim kapakun, por sigurohemi që kjo pjesa e kuqe të jetë e ulur. Kështu duket gullashi për në fund, ju bëft mirë nëse e provoni.